Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 5 maj të 2025. Shumë mirë tingëllon. 5 maj 2025. Ka diçka që çdo gjë mund të ndodhi. Çdo gjë mund të jetë nga më perfektja. Po mirë, çfarë ndikohet në këtë drejtim edhe pse koha ka treguar që në farë mënyre kemi mundësira, kemi çështje të rëndësishme për zgjidhur çështje problematike. Po kemi sepse një kënd i veçantë i datës 5. Po data 5 është edhe fillimi i javës, ditë e hënë. Mbarësi dhe javë të mbarë ka për qenë. Do shikoni çuditëra në këtë javë. Vetëm ju uroj të jeni mirë dhe me këmbë tokë. Larg debateve. Mos e nxjerrni juve së ngjillet të digjeni, që përdorin për mash, por të nxjerrin vetë gështenjat nga zjarri. Se nga donjëherë bëheni pishman, po është vonë. Është shumë e kollajt një fije shkrepse që po ta peshosh as 0,00 mg peshon. Por po more flak, djeg një pasuri të tërë. Kjo do të thotë që nga një debat i vogël del gjë e madhe. Nuk jeni mall për të konsumuar, por jeni për të jetuar. Dhe krijuesi ka dhënë vlerën për të jetuar. Ai sa e ka dhënë, por jo për të konsumuar. Të tjerët konsumojnë. Gjithashtu, kujdes në këtë ditë, se duke filluar nga kjo ditë e hënë, javë të mbarë, ka shumë gjëra dhe shumë ndryshime që vijnë. Meqenëse se një gëzim i veçantë, sepse data 5 ka dhe një efori. Kjo eforia është pak problem. Nga njëherë që themi neve kur ju pëlqen nga herë vetja shumë ose pim pak më tepër se ç'duhet, tu është pak problem. Dhe pastaj fillojnë disa biseda që nuk ju pëlqejnë të tjerëve. Këtu keni kujdes. Më shumë dëgjoni se sa thysni. Nëse keni dalë për të dëfryer për qefin tuaj, mirë bëni, nxirrni fundin po deshët, por qelsat lini në shtëpi makinës. Merrni shokun tuaj. Jo ju. Që të vini të gëzoheni dhe jo të hidheroheni. Sepse ka dhe gjëra tilla. Por gjithsesi, mos futemi në nuk pëlqejnë mua negativitetet. Ndikimet dhe çështjet që kanë bërë sepse një ditë pozitive kjo, me ndikimin e gjashtkëndësh Mërkurit me Jupiterin që formon një kënd kaq perfekt në komunikime, në kontakte, në çështje, në marrëveshje, në kontrata ose gjëra të mira, ide pozitive. Ndikojnë pozitivisht të shenjës së binjakëve, shikjetarëve, dashi, peshorja, luani, ujori të dhitiçit të tretë, ose ata që kanë ascendente apo planete në këtë shenja. Por gjithsesi, është koha dhe periudha më e mirë e mundshme në çështje të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë në këtë gjëra. Prandaj shikojeni në detaje. Por para se të fillojmë me parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për parashikim. E doni parashikim nga Jorgo. Ditor, javor, vjetor, ku di unë, sa herë doni të merrni telefonin. Po si mund ta bëjmë këtë me Jorgo? Pastaj kemi këtë faqen këtu. S'kam çfarë të bëjmë kësaj ne. Atje e keni atje, keni të gjitha paketat çfarë ju intereson juve. Vendosni, vrisni mendjen kush ju pëlqen, ku juve e shikoni më të arsyeshme. Pastaj e klikoni të shkoni tek ajo dritare atje, vendosni dhëna dhe flasni pastaj nëpërmjet Viberit apo WhatsApp. Për ju që doni një parashikim të rëndësishëm, apo se të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat siç shkon atje, dhe pastaj jeni gati të dërgoni mesazhin në kohën që do jemi live. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh në shenjën e dashit dhe ku të shenjës së dashit ndikohen në këtë ditë? Kjo ditë është një ditë e rëndësishme, ku jeni në klubin e përfitimeve të mëdha,
shenjat e zjarrit, dhe të ajrit. Një moment të mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për sa i përket çështjeve të punës, lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet e tjera që do të keni tani tutje, ku jo vetëm se keni fuqizimin dhe ndryshimin, por keni dhe mundësi të arta në ekonomi dhe në stabilizime. Vëmendje që do të keni, edhe pse jeni pak a shumë në një çështje pune, por juve keni një tmi se gërmoni thellë. Deri që i shkoni gjërave deri në fund. Dhe mirë bëni. Kjo është puna juaj, është korrektësia më tepër për të drejtën tuaj. Dhe momentet janë ata që ju bëjnë të dinë mirë dhe është mundësi e mirë tani, mundësi e artë, thashon, për sa përket çështjeve të, për sa përket karrierës, për sa përket gjërave dhe ndikimeve të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep duke të bëra, edhe pse një problem i vogël, mund t'ju fuqizojnë dhe të arrini atje ku vetë dëshironi. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e Demit. Për sa përket Demve, për Demët unë do thosha që kjo periudhë është shumë e mirë kjo ditë. Shëron plagët së shkuarës. Shenjë toke, jeni në anën tuaj më të mirë. Një javë të mbarë ju uroj. Dhe ka për qenë e mbarë. Sepse mundësi që do t'ju jepen tani tutje, koha tregon që në kalimin e kohës gjërat do jenë më ndryshe, i keni gjërat më të mirë në favorizime, në kuptim plot të çështjeve, sepse është kjo periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme, për një arsye që ju diktoni dhe ndryshoni, është një kohë shumë e përshtatshme në punën tuaj, në karrierën tuaj, sepse është një çështje tani që lidhet me punën aktuale dhe vendimet që do të merrni, por janë edhe vendime historike në karrierë, në ndryshime, në takimet nga më të mirat dhe më të mundshme që do të keni, dhe marrje vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virtuesh duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Por ju të shenjës e binjakëve, jeni mjaft i vetëm sepse keni mundësinë për shembull, por shenja ajri. Dhe kjo bën që këtë fillim javë, këtë ditëhane, juve do të keni mundësinë e zgjidhjes të konflikteve të vjetra. Dhe është një moment shumë pozitiv. Për sa i përket çështjeve madhore dhe rëndësitë që keni në favor dhe në ndryshime. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është më e mira dhe i keni gjërat në vijë. Pozicionimi i planeteve në kohën e duhur ka një gjë të mirë. Dhe jo vetëm kaq, por në ndikimet edhe pozicionimi e punës të karrierës suaj është momenti i artë. Çështjet që lidhen me një takim që do të bëni tani tutje, ku çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet. Por meqense duke pasur parasysh lidhjet që kanë bënë, gjithmonë binjakët mundohen shumë për që janë për karrierën, sidomos në lidhje me punën e tyre dhe në vendime. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe me dash duken të mbara, nuk ka problem për të shqetësuar. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë gaforet. Për sa përket gaforeve, mundohuni në këtë ditë të bekuar të krijuesit, këtë ditë të bekuar të planeteve, të mundësive që keni, dhe është momenti juaj dhe koha juaj për të vendosur. Puna, kontratat, dashuria, lidhjet afatgjat. Mos mendoni se ç'thot bota, por ç'thoni juve dhe zemra juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Një javë të mbarë ju uroj. Luanë të dashur, nëse keni mundësinë dhe jeni të dhënë mbas çështjeve ekonomike financiare, mbas gjërave, keni ca probleme, mërziteni shumë, kur do dalin, çfarë do bëhet, si do vijnë gjërat, mundohemi që të jemi korrekt, po s'po na dalin gjërat siç duam ne, e kështu me radhë. Unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar fare, por mundoheni që gjërat ti rregulloni vetë juve, sepse jeni ju pra janë të tjerët. Në çështjet e financave, sepse lidhet shumë me financat, edhe keni kohën e duhur për të vepruar dhe për të nisur diçka të re. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shqyrtar dhe me Dem duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës,
që janë vjetërishëm. Shumë të fokusuar vjesha dashura në fushën e karrierës. Këtë fillim javë, e filloni sot në orën 11 takimin. Nëse keni kontratat, janë përfunduar kontrata dhe a do rinovohet me firmë me vull Jorgopulla? Po, është e rinovueshme, po, është e përfunduar. Sepse është dhe koha, është momenti i artë i gjërave të mëdha. Kurse në çështjen tjetër, çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat janë me dem dhe me shijetarët e ditësit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshorja. Për sa përket peshoreve, edhe pse peshoret kanë pasur shumë çështje problematike, kanë pasur shumë çështje të lëna pezull dhe nuk i kanë zgjidhur problemet, por vjen një moment tani, vjen një moment që çdo gjë shkon bash, çdo gjë arrihet fal maturisë, fal zgjuarsisë, fal korrektësisë suaj, sepse në lidhje me korrektësinë ka të bëjë shumë ana pozitive ekonomike e çështjeve dhe e vazhdimësisë ku gjërat janë mjaft pozitive dhe keni një moment të artë, nëse do ta flasim kështu, peshoret, ku do të ndikojnë në pozicionin e planeteve, në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha financiare. Është një moment shumë i artë në lidhje me takimet dhe jo vetëm, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe në lidhje me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj, por gjithashtu luanët janë në anën më të mirë të mundshme, sepse peshore luan, imagjinoni, dhe me luan mos ju ndani bizneseve, sepse ka të bëjnë diçka shumë të madhe. Prandaj them me luanët keni kujdes ju të qenë peshores në biznes flas ose në bashkëpunime. Ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet. Peshore gjithashtu kanë të bëjnë në fushën e dashurisë, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me pricjap të dhjetëdhjetit të tretë, dash të dhjetëdhjetit të parë dhe me gafore të dhjetëdhjetit të dytë. Kanë ndikime favorite. Shkojmë tek shenja e radhës, janë akrepët. Për sa përket akrepëve, akrepët të duket se kanë kohën dhe momentin tani në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, në çështjet financiare, biznesi dhe kohe janë shumë pozitiv, një moment shumë i mirë që mund të ndikojë tani e tutje, është periudha shumë e mirë dhe tepër pozitive për vazhdimsi në çështjet ekonomike. Prandaj keni kujdes, mos mund nxitoni në marrje vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bënë me gafore duhet të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shijetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët të duket se kjo periudhë mundson shumë gjëra, realizon, respekton kohën, momentin, vendimin dhe veprimin. Momentet që janë shumë pozitive në kohën e duhur, momentin e duhur, lidhjet që kanë me lidhjet afatgjat, në punë, në karrierë, në ndryshime dhe vendime, është koha juaj, miqtë e mi të kësaj shenje, prandaj vini pas, shikojeni në detaje gjëra sepse janë për juve dhe keni filluar që të stabilizoni ekonominë tuaj dhe vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me virgjëresh, mos ju ndani, janë të juaja dhe mund shkoni në altar. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë bricjapët. Për bricjapët kemi folur, e flasim për flasim sepse janë shenjtoke dhe mbyllin çështjet e së shkuarës, arsyeja 1000 që kanë bënë me punë, kanë bënë me karrierë, kanë bënë me ndryshime, kanë marrë me vendime, sepse është koha dhe momenti. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, është koha juaj dhe momenti i duhur në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdhjetit të parë, me ujor të dhjetëdhjetit të tretë është ideale. Kurse me binjak është vetjeta dhe koha ka treguar që jeni më shumë fat në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se kanë një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë dhe futen edhe në klubin e përfitimeve një javë të mbarë, ditë të mbarë ju uroj ujorët të dashur dhe ka për që janë, edhe pse të tjetë tre të nuk ju duan, punë e madhe, e të hani natë sa duan, juve fitoni. E dili fitimtar, u prish një terezi biznesi, sepse ndërhyn të tretët, por ata po ju kërkojnë tani. Do të them unë që mos e ulni kokën, nuk a them. Po, mos e ulni kokën, por në anën tjetër, unë vi, thoni. Po të shkoj atje prapën që më kërkojnë ata, e ul kokën.
Jo, nuk e ullë kokën, po I thua, ti më dhe 5, jo, nuk vi do se ka marrë një ofertë tjetër, tani ka marrë me 7. Nëse do ti me 6, e gjys po vi. Kjo do thotë nder, kjo do thotë mundësi dhe të domosdoshme për juve. Është koha më e mirë mushë për të stabilizuar. Çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me shiketar duhet në para. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për sa i përket peshqive, peshqit janë mjaft pozitiv në fushën e karrierës, janë mjaft pozitiv në ndryshimet që ata kanë, në mundësitë të tjera që u jepet, dhe kjo është një ndryshim shumë I madh ekonomiko-financiar, një mundësi e re në ekonomi, në stabilizime, në çështjet ekonomike financiare, në vendimet që merren dhe shumë gjëra të tjera ku do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e biznesit dhe të karrierës. Por gjithashtu ka diçka shumë të madhe në fushën e karrierës suaj, sepse mundësitë që ju jepen dhe koha ka të bëjnë shumë në vendimet dhe në ndryshime. Në ndryshime sidomos është momenti më I mirë I mundshëm I ekonomisë dhe I stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të 10 vjeçit të parë, ujor të 10 vjeçit të tretë është koha më e mirë e mundshme për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe çështjeve dhe vendimtare që do të merrni. Në çështjet që lidhen me një udhëtim të largët, do prisni pak sepse I dokument që pritet do mund ta firmosni sot, është ditë fantastike, është ditë e krijuesit dhe ditë e universit ku ju ndihmon në ndryshimet dhe vendimet që do të merrni, prandaj bini pas përse pas dore. Çështje shpirtërore e keni me akrep, kujto akini maja. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht të datës 5 maj të 2025. Nëse doni parashikim të detajuar, kemi faqen roz atje, ku atje mund të zgjidhni gjithçka dëshironi në lidhje me çështjet që juve kërkoni dhe dëshironi në anën tuaj. E zgjidhni paketën dhe pastaj shkoni tek sekretariatja. Pastaj duke vendosur të dhënat të gjitha atje, pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit apo në telefon. Por juve që kërkoni një parashikim në Konqemi Live, kemi këtë butonin tjetër. Ky është butoni ku juve mund të klikoni dhe pastaj dërgoni mesazhe në Konqemi Live dhe të merrni përgjigjen direkt në kohën që neve transmetoj. Këto ishin pak a shumë për gjithçka juve intereson për këtë ditë. Unë ju uroj mbarësi dhe javë të mbarë. Gjithë mirë.